Jetoj në Amerikë dhe jam i martuar me një fëmijë 2 vjeç e gjysmë. Nusja mori policin duke falsifikuar mbas një argumenti që kishim që unë gjoja kam rrahur, por kisha video që ajo po më godiste mua. Dhe ndodhi e kundërta, policia e mori nusën dhe e futën në burg. E të qoftë halal. E mashallah. Inne kejde kun në adhim. Kurthet e femrave janë të habitshme. Dhe më thonë, i ka gjujt burrit dhe ka morë në telefon në policinë, ka rraf burri. Ky Danoçi pas ka pas një kamera atje, edhe policia ka pa se kush e ka rraf tjetrin, edhe pas kanë morë grunë në burg. Hajde të vazhdojmë historinë tani çka kanë ndodhur. E morën nusën thotë dhe e futën në burg. Mirë, pa ajo doli prap. Dhe tani kemi filluar gjyqjet. Po desha të them që nusja gjithmonë ka pas dorë drejt meje. Po me lejen e Allahut unë kam pas shumë durim, mashallah. Tani thotë unë nuk di çfarë të bëj, thotë se kam hallin e çunit, familja më thotë ta ndaj se nuk është për ty, sepse ajo deshi të fuste në burg. Çfarë mendon ti? Çfarë them unë i shkretin? Po patën e mend me duru dajakun, se asaj ju pas ka mësu dora, ky është problemi. Asaj ju pas ka mësu dora, kam frikë se s'ka për të heq dorë shkreta. Amon qofsa ajo me të vërtet pendohet te Zoti i gjithësisë në radhë të parë, i kthehet Zotit me namaz në radhë të dytë dhe bën një deklarat që unë nuk do të ngrej më dorë mbi burrin tim, atëherë ndoshta për ndryshe kanë të drejtë prindërit e tu. Për ndryshe kanë të drejtë prindërit e tu. Po ti që e ke i forti e ti që e ke mashallah, pasha Zotin. Këta lloj njerëzish janë të rrallë. Këta njerëz duhen shpallur heronj. Se vallaj më të rraf gruaja sistematikisht nuk është e lehtë vallaj, Vallaj mashallah për Zot. Allah e rrit vllajën ton nga syni keq.